Alkooli që merr jetë njerëzish. Një tjetër natë është kthyer në tragjedi në Vlorë. Haiti Bajrama, 32 vjeç, duke drejtuar një automjet tip Porsche, ka aksidentuar për vdekje 17 vjeçarin Leandro Shametaj, i cili po kthehej në shtëpi pas turnit të punës si kamarier. Ngjarja ndodhi në orët e para të smartës në bulevardin Ismail Qemali të qytetit të Vlorës. Edhe pse patrulla e policisë rrugore mbriti në vendngjarje brenda 1 minute, i riu nuk mundi të mbijentonte plagëve të rënda. Sipas ekspertët e timit, dyshohet se makina Porsche lëvizte me shumë fishin e shpejtësisë lejuar në një segment ku norma është vetëm 30 deri në 40 km/h. Një aksident tragjik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së martës pak pas mesnate, ku automjeti tip Porsche ka aksidentuar një motomjet i cili drejtohej nga Leonardo Shametaj, 17 vjeçar. Drejtuesi i automjetit tip Porsche, Haiti Bajrama, i cili ka qenë duke ecur me shpejtësi jashtë normave të lejuara, ka aksidentuar duke i marrë jetën 17 vjeçarit. Sipas hetimeve nga vendi i ngjarjes, drejtuesi i automjetit tip Porsche, i cili ka qenë duke udhëtuar me më shumë se 40 km, pasi shpejtësia edhe norma e lejuar për të ecur në bulevardin Ismail Qemali është 30 deri në 40 km/h. Duke parë edhe vendin e ngjarjes, grupi i ekspertëve ka arritur në konkluzionin se drejtuesi i automjetit tip Porsche, Bajrama, i cili ka rezultuar edhe në gjendje të dheur, ka qenë me shpejtësi shumë herë më lartë se norma e lejuar. Ndërkohë që familjarët, të cilët kërkojnë të zbardhet e vërteta e kësaj ngjarje, por edhe të jepet dënimi i merituar për personin i cili drejtonte automjetin tip Porsche. 17 vjeçari në ato momente në cilën dhesh aksidentuar për vdekje ka përfunduar orarin e punës, ku shkonte çdo ditë kamarier. Ndërkohë që nga ana tjetër, policia e Vlorës edhe pse gjatë muajit tetor ka marrë një sër masash për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor, duket se aksidente me vdekje vijon të jenë problem. Konkretisht, policia e Vlorës ka arrestuar 21 persona të cilët kanë drejtuar automjetin në gjendje të dheur. 11 për patent, të cilët kanë qenë minoren, 13 pa patent, të cilët kanë qenë në gjendje madhore. Ndërkohë, për sa i përket masave administrative, seksioni i qarkullimit rrugor ka vendosur 1245 gjoba për persona që drejtojnë automjete në gjendje të dheur. Ka vendosur 1207 gjoba për persona të cilët nuk mbajnë kasa mbrojtëse, por ka vendosur dhe 2400 gjoba për persona të cilët qarkullojnë mbi shpejtësinë e lejuar. Ndërkohë, policia e qarkullimit rrugor në Vlorë raportoi se vetëm gjatë muajit tetor janë marrë masa të rrepta për parandalimin e rasteve të tilla, por shifrat tregojnë një realitet alarmant. 21 arrestime janë kryer për drejtim mjeti në gjendje të dheur, 11 raste drejtimi nga të mitur pa leje drejtimi, 13 raste drejtimi pa patent të vlefshme, 1245 gjoba për alkool nga drejtuesit e automjeteve. Janë vendosur 1207 masa administrative për mos vendosje kaske, si dhe 2400 masa administrative për tejkalin shpejtësie. E megjithatë, statistikat nuk po mjaftojnë. Në rrugët e qyteteve tona, njerëzit e papërgjegjshëm vijojnë të marrin jetë të pafajshme, jetë që nuk kthehen më.